bëhet nga fushata? Jemi thuajse në gjysmë, të periudhës. Po, jemi afër zgjedhjeve, është një fushat jo shumë intensive, një fushat deri ku e lodhshme, por deri ku dhe e trisht, në kuptimin e fjalorit politik që janë duke përdorur dhe strategjinë që kanë zgjedhur partitë politike. Unë mendoj që në vitin 2025 secili nga ne qytetarët e Republikës së Shqipërisë, se po flas si qytetar pastaj dhe por dhe si gazetar, e meritojmë një fushat dinjitoze, e meritojmë një artikulim dinjitoz, e meritojmë që politikanit të na shikojë drejt në sy dhe të na thotë se çfarë ka bërë dhe çfarë do të bëjë për jetën tonë. Unë mendoj që ne nuk e meritojmë më, sidomos kur ne jemi ndoshta më afër se sa kur familjes madhe evropiane, Bashkimit Evropian, një union i cili është ndërtuar mbi vlera, mbi parime, mbi kulturë, sepse unë nuk besoj që integrimi është një letër që firmoset nga Ursula von der Leyen dhe kryeministri shqiptar Kushto-Gjoftaj. Unë mendoj që integrimi është shumë më shumë se sa kaq. Është kulturë mbi të gjitha, është marrëdhënie njerëzore mes qytetarëve dhe shtetit, mes qytetarit dhe institucionit. Ndaj unë them se është e trisht sepse unë kam parë një largësi, një distancë të frikshme mes njeriu të thjeshtë, njeriu të shtresës së mesme, intelektualit dhe politikanit i cili tek e fundit e mbaroi misionin e tij me 11 maj, sa ta zrat vendin në karrigën e parlamentit. Ke ndjekur disa fushata, ke raportuar për to, cilat mendon se janë ato karakteristikat e 2025-s e kësaj fushate? Duke nisur me premtimet, me retorikën, ka përballje, çfarë elementesh qoftë edhe vizual ka kjo fushatë, sepse ne dim se sa fort janë të lidhur partitë mbas edhe me vizualen. A ka aty një lloj bërje qesharake të temave që janë shumë serioze? Si mendon, cilat janë ato karakteristikat që i dallojnë mbase nga fushatat të tjera? Unë mendoj që kjo fushat, para së gjithash, do të mbahet mend ashtu siç e theksova për banalitetin në fjalor të politikës shqiptare. Së dyti, do të mbahet mend padyshim për shpërfaqjen e alternativave të reja. Pra, është pavarësisht edhe në zgjedhjet e kaluara kemi pas disa tentativa të partive të reja, por kjo është një fushat pak më dinamike sepse kemi shumë parti të reja, kemi parti që nuk janë ngushtuar edhe tek elementet vizual që ju përmendët. Pra nëse zoti Qori është duke bërë një fushat modeste, kemi Agron Shehan që është duke bërë një fushat deri diku me burime të mjaftueshme financiare dhe në duke e lezetshme, në duke e mirë, dhe nga ana tjetër kemi zotin Lapaj që është duke bërë bashkë me ekipin e tij fushatën që unë quaj populiste, pra i ka të gjitha elementet për të ngelur në kujtesë tek e fundit. Pastaj kemi nga kampi opozitar, do të mbahet mend sigurisht për moshën të cilën e ka kandidati për kryeministri i opozitës, pra zoti Berisha, i cili pretendon për të rikthyer një rikthim interesant, një rikthim pra duke parë çfarë ka ndodhur pas 2021-shit në PD, është një fushat dhe një betejë jetës së zotit Berisha dhe ne do të presim unë jam shumë kurioztar se çfarë do të ndodhë në Partinë Demokratike me 12 maj. Të gjithë jemi kureshtar, megjithatë ajo që më ka bërë përshtypje mua është fakti se janë kaluar ca limite, ca vija të kuqe, që e quaj unë të paktën në diskursin publik, kemi përdorimin e termit shryk nga kryeministri Rama, kemi përdorimin e termit autik, kemi po kështu një sër promocionesh elektorale skandaloze. Do me thënë, kemi kandidat si zonja Edona Bilali, e cila vendosi aty një spot, sigurisht me aktor të huazuar, që janë aty në spital duke vuajtur, dhe meraku i tyre i madh është të votojnë për mandatin e 4 të Partinë Socialiste. Apo kemi thirrjet e kryeministrit përpara të miturve. Bëni search në Google, fotot e mia nudo. Po përtej kësaj, se këto janë ato elementet në dukje, më duket alarmante fakti që nuk ka një llogaridhënie për 3 mandate. Si e shikon të gjithën këtë? Apo kryeministri është komod? Ka ato të dhënat e sondazheve dhe gjithçka po ecën për së mbari? Apo kështu ka qenë xhanëm çdo fushat? Si e gjykon?
Unë mendoj që vitet e fundit në këto llogore ne kemi jetuar, kemi ecur, kemi punuar, pavarësisht që në fushat më të dukshme për shkak të intensitetit të takimeve, intensitetit të fjalimeve që mbajnë partitë politike. Por para se gjitha unë e shoh në një plan pak më të madh. Unë them që ne jemi duke jetuar në kohë kur demokracia në Shqipëri është thyer, demokracia është banalizuar në ato nivele sa që ti si 30 vjeçar që jam unë, pra me një punë që është për hir të së vërtetës, një punë e mirë, një punë që jo çdo kush mund ta marrë, një pagë që nuk qahem për të, pra e kam tek niveli mesatar jetesës në Shqipëri dhe shpesh pyes veten çfarë dreshin jam nuk e bërë këtu akoma. Jo këtu, jo në Shqipëri, nuk dua të tregohem i sinqert me veten dhe me ty dhe me njerëzit që na shikojnë, jo në Shqipëri, por në këtë mjedis politike dhe të... Pra, a meritojmë ne që akoma të vazhdojmë të luftojmë, të bëjmë statuse në Facebook të lodhshme, të ndjekim pafund këtë show politik, pra, a mos do isha më i lumtur sikur unë të shkoja dhe të punoja në Itali tek shoku im që po më fton me 1.800 euro rrogë, gjanë, nuk është pak, por që tek e fundit ndoshta je mendërisht më i qetë. Pra, unë mendoj që jemi futur në një rrugë e cila është rrugë qore mbi të gjitha, në një rrugë që nuk na çon asgjë kundi. Dhe unë vërtet do doja që politika shqiptare, qoftë edhe këto 18 ditë, 19 ditë sa kanë mbetur, okay, po ja falim ç'a bën deri më sot, por le të tregohen politikanë të mirë, le të ti harrojnë ato çfarë ka ndodhur deri më tani, janë të paharrueshme. Spoti e Dona Bilalit është i paharrueshëm për mua. Unë e kam shkarkuar atë sepse në momentin e parë që unë e kam parë atë, unë e kam ditur që ajo do ta fshi atë postim nga Facebooku sepse do i kthehet në bumerang, por e kam shkarkuar thjesht sepse ne nuk mund të harrojmë më. Kjo kujtesa që e bëj një gabim dhe nesër unë vazhdoj fushatën. Në fakt kërkoj falje. A duhet vlerësuar edhe fakti që reflektoj shpejt apo ti mendon që është e gjitha një taktik e planifikuar paraprakisht? Zysha më të thras zysha se kam jam më komod. Ne jemi kolegë, kështu që nuk të thras dot në emër. Ai është një spot i investuar. Pra, pse unë nuk ja pranoj faljen, kush jam unë xhanëm, po jam një qytetar i këtij vendi. Ne jemi media. Pra, ai është një spot i cili është menduar, se është me skenar, është shkruar, është realizuar, është montuar. Pra, ka marrë kohë derisa, sepse unë ja bëj hallall Dona Bilalit, nëse del papritur në takime i qytetarë dhe elshon një batut ose elshon një fjalë i shket goja tek e fundit dhe po, jemi gjithë njerëz. Unë kisha për batutën e Ramës që kërkoj falje. Për këtë moment e kisha më shumë. Rama nuk... Unë shpesh në diskutim me shok them që Rama na ka bërë opozitar me zor, pra këtu dhe kur do të jesh politikisht korrekt nuk rri drejtje marr sepse kemi ndjenja, jemi njerëz, kemi emocione. Mërzitemi kur dikush thotë fjalë të keqe. Pra, unë do e falja Ramën nëse do e bënte vetëm një herë. Në mes të fushatës e kapi entuziazmi dhe e tha një fjalë. Zoti Rama është duke bërë të njëjta gjëra në mënyrë të përditshme dhe është duke shkuar në mënyrë progresive duke e agravuar situatën. Ndaj unë mendoj që një kërkim falje nuk është gjë e dur. Kërkimi falje më i mirë i tij është që nga dita e djeshme kur kërkoj falje dhe në vazhdim të mos provokoj më qytetarët e Republikës së Shqipërisë, të mos provokoj më personat me aftësi ndryshe, të mos luaj me fëmijët e shqiptarëve, siç ju tha që hyni në Google dhe kërkoni foton time. Nuk e di çfarë realisht, çfarë mund t'i thotë mendja një personi që mund ta bëjë të, sidomos një kryeministër që presupozohet që me 16 maj do të ulet në Tryezë, do të pres të gjithë liderët e Bashkimit Evropian, do të pres ndoshta në 2027 presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Si mundet një person që paradite ulet me Ursula von der Leyen dhe Emmanuel Macronin dhe në darkë thot 13 vjeçarëve hyni në Google dhe shikoni fotot e mia nudo. E drejt, megjithatë kur e shikon, edhe këtu unë duhet të pyes për punën tënde të përditshme në fakt, si e gjendur ti si gazetar dhe shumë nga kolegët tanë që janë përdit aty duke raportuar, duke pritur një konferencë për shtyp, duke pritur një përballje, a ka pasur ndonjë moment kur, po themi mazhoranca, kryeministri ju ka thirrur dhe ju ka thënë, ok, tani do të flasim për çfarë kam bërë këto vite, jemi këtu për të folur për çdo pyetje që ju mund të keni,
ose qoftë edhe nëse ke parë një sinjal të kryeministrit kundrejt opozitës për ta ftuar në debat. Si të është dukur? Çfarë detajesh mund na sjellësh? Ne të gjithë bashkë e dim mënyrën e funksionimit të zyrës së shtypit të kryeministrit Rama. Shpesh herë ne të gjithë refuzojmë edhe ta flasim me zot të lartë, ta ulërasim, gjë që na ka bërë neve të pak më të vegjël se sa ata që po ne duhet flasim. Pra zoti Rama nuk ka dhënë konferenca për shtypjen e asaj fushate, nuk ka dalur ende në asnjë emision televiziv dhe nuk bën llaf për të dalë në debate televizive me kundërshtarin politik, sepse zoti Rama thotë unë nuk ulem me Knetën, se pavarësisht Kneta apo e ka një përfaqësues të Hamasit përballë, por e ke kundërshtar politik tek e fundit, pra duhet dalësh, sepse tek e fundit është detyrim për demokracinë, për shqiptarët. Konferencat për shtyp zoti Rama, jo vetëm në fushat, por edhe në kohë normale, pra këto 12 vitet e fundit, janë më shumë konferenca të orkestruara për shtyp, që pyetjet janë shumicën e rasteve, duhet ja thuash përpara stafit të kryeministrit, në samite të mëdha janë persona që zgjidhen se kush do t'i bëj pyetje dhe çfarë pyetje do i bëj kryeministrit të Shqipërisë. Pra janë shumë pak ato gazetarë që marrin guximin ta bëjnë pyetje nga vetja, por ne kemi parë kur ka gazetarë që bëjnë pyetje nga vetja, qonë në riedukim nga ana kryeministrit, shkarkohen nga pronari i medias dhe përfundojnë dyerve të televizioneve duke kërkuar një vend pune tek e fundit. Pra ne kemi parë edhe këtë në kuptimin pra të jesh pak agresiv ose të bësh detyrën tënde. Jo agresion. Jo agresiv. E kam agresiv. Pra në moment që ti bën detyrën. Agresiv në raport me atë çfarë bën zyra e shtypit të kryeministrit dhe si ta imponon ty që duhet çfarë pyetje duhet ti bësh. Pra nuk pres edhe në të ardhmen, pra edhe në këto ditë fushate që zoti Rama të ndryshoj qasje ndaj gazetarëve. Ajo që më ka bërë përshtypje, më lejo ta them këtë se ndjej të nevojshme, ndoshta është edhe në shkelje të konfidencialitetit, por duhet ta them që vitin e kaluar rastisa me një gazetar italian, i bëm një intervistë kryeministit Rama në një nga vilat qeveritare në jug. Unë mezi kisha bërë një herë jetën time pyetje zoti Rama dhe zoti Rama komunikonte në rrjetet në WhatsApp me gazetarin italian gjatë gjithë kohës. Unë ndjeva pak i fyer, pra se neve nuk na qas fare, neve nuk na shikon me përçmim. Ndërkohë që një gazetar të një televizioni ndërkombëtar komunikon vetë kryeministrin në WhatsApp me të. Pra ku je, sa vonohesh, të këto teknikalitete kaq banale tek e fundit. Dhe zyra e shtypit të kryeministrit nuk e dinte që kryeministri ka zhurnuar intervistë me gazetarin e huaj, pra sepse komunikimi ka qenë gjithmonë i drejt për drejt. E bëra këtë për të treguar kurdo? Jo kurdo, me të huajt. Pra kurdo ai kur ka dëshirë që zoti Rama unë mendoj që është edhe në këto kushte për shkak të sigurisht të sjelljes së tij me dy standarde. Ndërkombëtarët thotë po, për gjithçka ato japin dorën. Dhe ke fundit në kushtet që është ndodhet globi aktualisht, për ta më e rëndësishme është stabilokracia se sa demokracia. Brenda thotë unë bëj çfarë të dua. E drejt po. Pyetja tjetër është që a sillemi ne siç sillen gazetarët në Kosovë? Se kemi të freskët. A i ulim në mikrofonat, a e refuzojmë ne ftesën për të marrë pjesë në unë nuk do t'i quaj fare as konferenca qoka, do t'i them, mund t'i quajmë qoka qeveritare ose promovime, promocione. Dhe pse nuk e bëjmë dot, se që se bëjmë është evidente që ne nuk e bëjmë. Unë mendoj që ka pasur raste kur edhe ne kemi bërë. Si për shembull? Ka pasur raste kur gazetarët kanë protestuar kundër kryeministrit, gazetarët e terrenit, se unë flas, nuk kuptoj kur flas por gjithë ne pra jo analistët e politikës shqiptare. Flas për mua, për ty, për vajzat që ti ke në punë, pra që jemi përpjekur për ta kundërshtuar edhe në kushtet e represionit ekonomik, pikë së pari, dhe pikë së dyti të pasigurisë në punë. Sepse nuk është e lehtë ja ulësh mikrofonin kryeministrit, jo si unë si gazetar, unë më beso, unë edhe mund ta marr iniciativën. Por unë e di që pasojat do të jenë të rënda, jo vetëm mbi mua, por edhe mbi kolegët që tentojnë ta bëjnë një gjë të tillë. Pse në Shqipëri ndryshon absolutisht atmosfera me Kosovën. Që tek pronarët e mediave. Pra, në Kosovë nuk ka pronar aq të fuqishëm të mediave, të fuqishëm them lidhje të drejt për drejta me qeverinë, pra që partitë marrin leje ndërtime dhe pasdite përpiqen që të bëjnë emisione ose përpiqen që të bëjnë televizion. Kjo është një marrëdhënie që sjell të gjitha pasojat e tjera.
sepse kjo marrëdhënie e ka degraduar mjedisin mediatik. Nga kjo marrëdhënie ne pranohemi që të shahemi nga kryeministri, që të ofendohemi ndoshta nga opozita, që të mos na varë askush, qytetarët me i thonë jam gazetar në Shqipëri, të gjuajnë me gur sot. Pra sepse është kjo marrëdhënie që neve na ka kufizuar në mënyrë maksimale dhe ndoshta nuk mund as t'ja uli mikrofonin kryeministrit kur na ofendon. Sepse mund të ndodhë që një pjesë prej nesh të shkarkohen nga detyret, ose të lëvizin pozicionet që kanë, ose të mos shihen më me sy të mirë në mjedisin mediatik ku punojnë. Padyshim. Jo vetëm kaq, ka raste kur gazetarët edhe përndiqen në mënyrë të rregullt. Pra në Shqipëri shumë pak e din që pronarët më të mëdhenj të medjave kanë marrëveshje të pashkruar me njëri tjetrin, Valmora. Si kanë marrëveshje? Pra nëse mua më heqen nga televizioni ku unë punoj, jo unë konkretën se marrim rasin. Pra një gazetar shkon nga një televizion, nuk mund të shkojnë punë në një televizion tjetër, sepse pronarët kanë një marrëveshje të pashkruar me njëri tjetrin që ti nuk merr punonjës nga unë. Kjo është një, domethënë është si fise, nuk e di se si mund të funksionoj, pra më hyrë në territorin tim, klane e fise, do me thonë që ju ka ikur koha para 2000 vitesh, pra dhe ti duhet të rezistosh aty ku je, sepse e din që nuk shkon dot, ndoshta me vend tjetër. Pastaj vazhdojnë ka media të cilët mund të përndjekin ty, të bëjnë artikuj denigrues kundër teje, sepse fatkeqësisht në këtë mjedis ne jetojmë, duhet ta shohim të vërtetën në sy. Unë nuk preferoj në shumicën ndërmuese të rasteve të flas kundër medias, edhe kur e ka gabim, sepse unë mendoj që ne duhet ta mbrojmë njëri tjetrin, dhe duhet ta shtrëngojmë fort njëri tjetrin, por këtu jetojmë, pra nuk mund të mbyll sy dhe me thonë që dëgjoj se ne jemi media më etike në botë, ne bëjmë, jo, ne nuk jemi. Ne kemi rrugë të gjatë për të bërë dhe për ta sqaruar një herë mirë për ta ndarë se kush është gazetar që vërtet e do punën e tij, që e shef të ardhmen e tij në gazetari dhe kush është gazetar pjesa tjetër, e cila e shef vetëm për përfitime ekonomike. Ose dhe më keq akoma për t'ju shërbyer. Do të kthehemi prapë te gazetaria se na pikon shpirti të dyve aty dhe nuk mund t'i ndajemi, por për të qenë edhe e balancuar në pyetjen time, edhe për të marrë një lloj feedbacku nga ty se në terrenje në raport përditshëm, si po funksionon fushata e Partisë Demokratike? U tha që erdhi një strateg amerikan, Chris LaCivita, edhe që fushata pritej të ishte ndryshe. Si e gjen ti fushatën? Flas të opozitës të Partisë Demokratike në këtë rast, sepse opozita janë disa edhe të rinj që ti përmende. Unë jam i zhgënyer me atë çfarë strategjinë që ka ndjekur Partia Demokratike në përgjithësi dhe zoti LaCivita në veçanti. Pasi unë mendoj që do të mjaftonte vetëm konferenca hapse para disa muajve kur zoti Berisha lajmëroi që Chris LaCivita do të ndërtonte fushatën e tij. Unë mendoj që zotëria në fjalë duhet ishte i padukshëm në fushatën elektorale. Nuk mundet që kryestrategu të bëhet vetë lajm, pra të dalë në përnjoftime, në përfjalime, më fal. Pra kjo është një strategji. Edhe njoftime. Kjo është një strategji e gabuar. Pra kryestrategu mbyllet aty me i zyr, ka ekipin e vet, kontakton çdo ditë me njerëz patjetër, por jo me kamera, sepse vëmendjen e merr Chris LaCivita sa herë del. Unë jam gazetar që bëj lajme për PD-n. Unë sa herë del Chris LaCivita nis kronikën me zoti Berisha në krah me Chris LaCivitan. Pra nuk është lajmi ai, këta nuk e di strategjinë e tyre, por jam i zhgënyer edhe nuk shoh një produkt konkret. Por çfarë bëri ndryshe ky nga 2021? Pra postimin në Facebook ka pasur tani, ka pas në 2021. Kën ka tani ka pas 2021, mesazhe politike edhe tani edhe në 2021, pra çfarë ndryshoi në thelb, në esencë? Mua nuk më duket që ka një produkt të prekshëm. Ndoshta ka lënë surprizën për këto ditë deri afër zgjedhjeve, por e dyshoj shumë. Pra, për ta përmbledhur, shiti emri i Chris LaCivita, por vetëm kaq, nuk të prodhon vota Chris LaCivita, sepse je përballë një pushteti i cili do nuk do të jesh 12 vite në pushtet dhe ka të gjitha, ka të shtrirë influencën e tij në çdo qelizë të kësaj shoqërie. Mos të harrojmë Amanis që jemi në një situatë ku Berisha ka një raport të caktuar me shpalljen e tij non grata me amerikanët. Pra nuk jemi në një situatë dhe mbase LaCivita ka bërë atë funksion që ka bërë. Ne nuk e dim se çfarë funksioni ka kryer realisht. Megjithatë unë mendoj, të paktën duke parë edhe fushatat nga një këndvështrim që i ndjek për ditë.
vetë do t'isha më pranuese dhe jam më pranuese kundrejt mungesës së elegancës së fushatës së Partisë Demokratike. Dhe këtu po të referoj spotin që zoti Klevis Balliu ka bërë para në nisje të fushatës ose disa ditë para, ku mungonte eleganca tërësisht, pra tregonte si do ndryshonte tavolina si ishte para zgjedhjeve dhe si do t'ishte pas zgjedhjeve, dhe në fakt jam më mirë për këtë mungesë elegance, po që ka një vërtetësi aty, që ka një respekt për audiencën, sesa për këndin tjetër, ku shikon një tendencë për tallse, bullizuese, në mos respekt total të fëmijëve të të miturve, edhe në mos respekt total të gjinisë mashkullore. Tani ne mund të themi dhe mund të rrim pafund duke diskutuar që dihet që burrat shqiptarë nuk është se janë prekur apo gratë shqiptare pse kryeministri ju thot gjysma janë çryk etj, por ama kur e vlerëson të gjithën kupton që aty ka minimalisht një mosmarrje seriozisht të elektoratit. Nuk e di si e shikon ti, sepse ndonjëherë duhet edhe të krahasojmë se si po funksionon njëra fushat e si po funksionon tjetra. Punën e krahasimit, unë kam këtë mendim, pra që do ta them tani, është interesante të krahasosh dy fushatat dhe mënyrën e sjelljes politike të dy aktorëve politik, duke qenë se i njoh edhe nga afër të gjitha këto në arrin në këtë përfundim, që Partia Socialiste në tërësinë e saj, jo vetëm për fushat, gjatë gjithë kohës edhe kur nuk është vit elektoral, pra funksionon si një parti e mirë organizuar, si në kuptimin figurativ e struktuar piramid. Pra është një person në krye i cili orienton të gjithë propagandën dhe mesazhet e japin të gjithë në mënyrë të menjëhershme. Pra është e kontrolluar. Gjithçka që publikojnë sidomos kandidatët kryesor është e kontrolluar, nuk del asnjë gjë pa miratimin nga lart. Çfarë ndodh në Partinë Demokratike? Që unë ndonjëherë dhe e kritikoj në fakt. Ulem me mish. Na tregon një detaj se ti je aty tek Selia gjithmonë. Aty bën gjithkush çfarë do në mendjen e vet. Pra, kjo ndonjëherë nuk më pëlqen tek Partia Demokratike, sepse them ore, duhet të jetë pak e strukturuar gjëja. Pra, aty realisht ka një liri të çuditshme që çdo kush bën çfarë do në mendjen e vet. Kështu do këtë ndodhë dhe me zotin Balliu rrezik ju them unë ndonjëherë që do vinë ajo nga jashtë, do thotë do mbaj konferencë për shtyp dhe ju do ja hapni mikrofonin, sepse nuk e dini kush është ky. Pra kaq të pa organizuar janë, por mund të jetë edhe e mirë kjo gjë, pra që nuk është e kontrolluar me dorë të hekur. Ndërsa për hir të së vërtetës Partia Socialiste është pra një person menaxhon, unë kam pasur foto për arsye etike, nuk do i nxjerr që një person pra menaxhonte 50 faqe Facebooku të drejtuesve të Partisë Socialiste. Vazhdojnë trollet akoma? Trollet? Bllokimi mbase, raportimi, vazhdon si është kjo lufta digjitale? Më shpjego pak luftën digjitale tani. Lufta digjitale është, unë preferoj ta quaj sikur në Arabinë Saudite, kur princi kurorës atje pra nisi ta ashtu quajtur Vizion 2030 në vitin 2016. Pra kur që ka një ushtri të madhe me trollsa, dhe këtu është e njëjta mënyrë. Ajo që më vjen keq realisht është që dhe partitë e reja pra nuk i kanë shpëtuar kësaj gjëje të ushtrive online që të masakrojnë nëse mund t'i kritikosh. Pra këta e kanë të gjithë partitë e vogla për hir të së vërtetës. Pra e ka Lëvizja Bashk, e ka Partia e Zotit Lapa dhe Partia e Zotit Shejaj, që nuk duhet ta ndishin këtë model. Po çfarë do bëjnë në një ambient që është tërësisht i kapur? Sepse janë edhe sa pyetje praktike, si do dalin, si do shpërfaqen, si do dalin sipërfaqe. Po nuk mund ta ndjekin me modelin etik dhe modelin. Ta ndjekin modelin e Partisë Socialiste në pushtet, sepse nuk e arrin kurrë për shkak të numrit të madh të personave të cilët janë të angazhuar në propagandën e Partisë Socialiste. Ne as nuk mund ta imagjinojmë se ku punojnë ato njerëz, ku i kanë zyrat, si paguhen, ore sepse ndonjëherë më duket edhe çmenduri me veten, ore si kalojnë lekët, si është i punësuar ky person, si i figuron emri në atë listë prezencë, ku i kanë zyrat. Dikur ishte termi i përdorur për përdorimin e sufllaqeve, po themi, sufllaqe xhinç, të paktën në publik si përdorej,
Pastaj kaloi termi patronazhist, po pastaj kemi trollet që bëjnë atë luftën. Tani është shumë i strukturuar se sa dikur, pra nëse dikur kishin një telefon dhe kishin porosi, pra mund të hapë 2-3 profile puno, tani jo, tani kanë ndryshuar, pra tani kanë apartamente, kanë zyra nëpër pallatet e Tiranës që ti nuk mund t'i gjurmosh asnjëherë, pra dhe nëse do ta bësh pra po thoshe që dhe partitë e vogla ose partitë e reja, se e vogla po jo do ta vendosë elektorati se si janë, po partitë e reja, dhe këtë mund të bëjmë dakord, janë të reja. Po, partitë e reja janë. Megjithëse Qori ka më shumë kohë në terren edhe që të organizata politike etj etj, po këto partitë e reja po bëjnë të njëjtën gjë. Po bëjnë të njëjtën gjë me personat kritik, pra unë nuk po i analizoj një me tjetrën kundërshtar në rrjetet sociale, unë po i analizoj për zëra kritik. Pra nëse një zë kritik sot bën një postim ose shkruan, bën një analizë kundër PS-s, do ta sulmojnë përveç personave digital edhe analistët që paguhen nga Partia Socialiste. Ndërkohë, partitë e reja në mungesë edhe të burimeve financiare të mjaftueshme pra për të paguar opinionist, për të paguar analist, pra kanë krijuar ushtri të tyre të cilët e mbysin kritikën. Me njëherë me një sër postimesh online, që unë mendoj që është gjë e gabuar. Padyshim që kur ka keq kuptime duhet sqaruar, pra duhet shkruar dikush, nuk them që të rinë pasiv edhe të bëjnë sehir, pra dhe ne t'i shajmë ato. Por e kanë mënyrë organizimi këtë, pra duket qartë që nëse unë e bëj një kritik tani brenda një ore unë do kem 500 komente nga partitë e vogla. Po Partia Demokratike Berisha si po funksionon me këtë luftën digjitale, a është mjaftueshëm aty prezent? Ka një direktiv që është dhënë, unë e kam parë nga brenda, domethënë si funksionon edhe grupi menaxhimit të gjithë kandidatëve, pra të cilët kanë një pikë kontakti me Partinë Demokratike në të gjithë Shqipërinë. Partia Demokratike është e fokusuar te një fushat pozitive, ndoshta kjo mund të jetë edhe këshilla më e vlefshme se Krista Civitari ka dhënë zotit Berisha, nuk i di nëse ka nga ai, që të jem i sinqert. Pra ka një mesazh që thotë që 80% të kohës të postimeve edhe të kohës televizive duhet ja kushtoni programit të Partisë Demokratike çdo kandidat dhe vetëm 20% kundërshtarit. Dhe zoti Berisha e ka shkruar mesazhin nga telefoni vet pra që ja u ka dërguar, ju ka thonë që sulmi ndaj zotit Rama do të bëhet vetëm me porosi nga lart dhe jo çdo kandidat mund të sulmojë zotin Rama për shkak të nivelit politik. Pra nuk mund ta sulmojë një kandidat që vjen nga i fshati Korçës pa dashur ta paragjykoj, por thot nëse është për të sulmuar, do nxjerrim drejtuesin e qarkut, pra një hierarki për ta sulmuar kryeministrin, por gjithmonë jo pa urdhër të Partisë Demokratike. Dhe tjetra, dhe kundërshtarin politik, pra sulmi duhet bëhet në koordinim me partinë. Që mendoj që është gjë e mirë, pasi mendoj janë 1000 kandidata, 500 sa janë, të nisin secili duke sharë kryeministrin, bëhet edhe pak banale situata. Duhet edhe nivelin tënd. Pra një kandidat përballet me një kandidat të zonës së tij. Kryeministri përballet me kreun e partisë. Kuptoj. Më përmende aty, ndërsa ishe duke interpretuar programet. Dhe mos qesh, nuk duhet të qeshim në fakt, se janë këtu parti që garojnë, janë këtu parti që thonë, dhe e them gjithmonë dhe jam shumë e lumtur këtë muaj, se është muaj ku politika punon me thënë të drejtën. Është e sigurt që punon gjitha hallet e qytetarëve. I një apo jo, por vërtet përpiqet e vërtet është në stres, duke hequr atë pjesën kur dalin listat e kandidatëve, se ajo është periudhë shumë, ke parasysh kur njerëzit presin, do jenë në listë të hapur apo listë të mbyllur. Unë vetë personalisht nuk e di pse ndjej, nuk po them kënaqësi, po ndjehem mirë se them të paktën janë këto dy momente, fushata 1 dhe pritja nëse je në listë të hapur të mbyllur do presupozoj do jesh deputet sepse varet nga renditja e të tjerë, që realisht ata japin një lloj karie ose tregojnë të përgjegjshëm ose tregojnë të kujdesshëm të paktën. Nuk e di nëse ti e mendon kështu. Unë çdo ditë që makinën të Partia Demokratike e parkoj, pra se ka një obor shumë të madh dhe të mjaftueshëm për paktën për gazetarët dhe për zyrtarët e lartë të partisë. Gjatë gjithë ditës kur bën listat, pra ishte fati fundit i listës, jo vetëm që nuk ishte vend në oborin e Partisë Demokratike, por edhe në rrugën kryesore, pra që është
rrugë kryesore nuk kishte vend për parkuar makinën, pra aq shumë njerëz kishin ardhur, nëse do jenë këtë listë apo nuk do të jetë në këtë listë. Por unë mendoj për të kthyer tek fushata dhe tek programet, unë mendoj që edhe kjo periudhë nuk është fort e sinqert. Pra pavarësisht që politikani, kandidati mundohet që të ofrohet me qytetarit, ja jap dorën, të shpëndaj atë fletushën që na janë mbush pallatet plot me fletushka, por unë mendoj që duhet një stil tjetër. Kjo është e dalë boje në kuptimin, pra nuk mund të shtiresh kaq shumë. Një kandidat për deputet, ne kemi javën e gjelbër që shumë pak qytetarë fatkeqësisht e kuptojnë si çfarë është. Pra një herë në 3 javë parlamenti bën pushim. Pse? Sepse supozohet që kandidati për deputeti shkon në zonën e vet elektorale, mbledh hallet e qytetarëve dhe ne një herë në 3 javë duhet ta kemi një seancë të posaçme të hënave, se zakonisht ne kemi të njëjtën, një herë në 3 javë është të hënën pikërisht për të quar hallet e qytetarëve në parlament. Ne kemi 12 koordinator deputetësh në përçarqe. Pra ne duhet kemi zyra për deputetin në përçarqet e Shqipërisë. Jo duhet kemi paguar nga buxheti i shtetit. Ka persona që paguan për zyrat e deputetëve në për qytetet të mëdha të Shqipërisë. Jo vetëm që s'ka zyra, por nuk e dim kush janë këto persona. Po deputeti nuk e di çfarë flet, domthonë flasin budalliqe të hënën në seancë. Jo, seriozisht, sepse jam i detyruar për t'i ndjekur. Po as nuk din të lexojë një pjesë prej tyre, ne kemi parë vetë. Nuk din të lexojnë, nuk din të artikulojnë, nuk din të t'i qasen problemet dhe t'japin zgjidhje, sepse vetëm ngelen tek denoncimi. Prit, a ke ti një alternativë tënde, si duhet bëhet kjo gjë? Ndaj unë mendoj që parlamentarizmi në Shqipëri për një me ka dështuar. Pra jo, nuk po e themi që ka dështuar, por ka dështuar në thelb, në esencë të saj, dhe ndoshta duhet një reform e thellë për legjislativin. Po, reforma, po si do vi reforma, se prandaj nisa me këto lista e deputetëve. Se reforma vjen që te prurjet, apo jo? Prurje që lidhen me mentalitetin e kryetarëve, këtyre liderëve që drejtojnë politikën. Cilat janë prurjet, më fal, cilat janë prurjet? Partia Demokratike ka premtuar që do hapej. Berisha vetë ka premtuar që do ta hapte partinë. Unë uroj shumë. Si kemi situatën? Unë të ftoj që këtë podcast ta përsërisim nga janari. Pse ma bën këtë ftesë? Se do të çuditesh. Është e lezetshme që të ftuarit më ftojnë në podcastin tim. Do të çuditesh, sepse nuk e parë vërtet asgjë me parlamentarizmin në Shqipëri. Do çuditesh. Do ndodhi më keq. Por nivelin e kandidatëve dhe nivelin e deputetëve që do të kemi nga shtatori e pas. Që do për një arsye. Zoti Rama ka ndjekur një strategji për të futur sa më shumë të rinj që nuk kanë lidhje me politikën, sepse unë nuk jam ilustrimi do thosha. Unë jam fort tifoz, unë jam fort tifoz, jam i ri për vete, por jam tifoz i kësaj zhurmës së madhe politika me të rinj. Çfarë do thot politika me të rinj? I ri i vjetër ti duhet ta meritosh atë. Paralelisht unë nuk jam tifoz që të rinj duhet të kenë hapësira, të rinj duhet të punojnë për t'ia krijuar vendin vetes. Dhe kryesisht jam te Partia Socialiste, por vërtetë se kam këtë kritik, pra ka quar në parlament eksperimente të cilët do ta vënë në rrezik shtetin e së drejtës dhe demokracinë në Shqipëri. Pse e them këtë? Pra do ta ketë shumë të vështirë një intelektual të marrë fjalë në parlament, ku përballë do të ketë disa të rinj të cilët janë shumë të vjetër me mentalitet, të cilët nuk kanë pik respekti për politikën, nuk kanë pik respekti për kundërshtarin politik. Flasin me një gjuhë, do me thonë, agresive, më agresive ndoshta se sa vetë Rama. Dhe ai intelektual që mund të ketë, edhe këto që janë të vjetër në politikë, pra mund të ketë 20 vjet karrierë parlamentare, do ta ketë jashtëzakonisht vështirë për të mbajtur një fjalim përmbajtësor në atë parlament, sepse do t'i ngrihet në kundërshtar që do t'i flasi për TikTokun dhe Snapchatin dhe ky zotria do e ketë mendjen fare, do të çfarë është duke ndodhur këtu. Pra niveli i deputetëve që do të ketë shtatorin e ardhshëm, këtë shtator. Peshorja nga cila ana mendon? Unë mendoj që përkesh do të anoj nga Partia Socialiste për shkak të eksperimenteve që bën Rama. Pra dhe kjo nuk është e re Ramas, mos duket sikur ka shpikur diçka. Zoti Rama ka bërë shpesh, ka futur gra, ka futur figura të reja. Ka bërë kryediplomat, një person që nuk dinte të lidhte dy fjalë.
me gjithë respektin që kam për zotërinë në fjalë, që mund të ishte shumë mirë, ndoshta një menaxher i mirë, por kemi parë që ka bërë krye diplomati, kanë fjalën për Gen Cakan që duhet folur. Ka bërë ministër arsimi një person që nuk ishte lidhje me sistemin arsimor shqiptar. Kanë fjalën për Besa Shahinin. Ai mund të jetë një zyrë shumë e mirë, mund të jetë një pedagoge shumë e mirë, një administruese shumë e mirë në një njësi administrative, por nuk kishte për atë të keqe, nuk kishte për ministre arsimi. Ka bërë eksperimente shumë agresive dhe me listat e kandidatëve për deputet. Ka futur dhe persona të cilët nuk janë edhe fort etik për të qenë aty. Pra persona të cilët dje kanë shërbyer në një detyrë që duhet ishin të pavarur, kanë shërbyer në sistemin e drejtësisë. Dhe fiks sa i ka marrë mandati kanë gjetur shtret tek Partia Socialiste. Këtë i ka bërë dhe PD-ja. Por PD-ja i di pse është më i sinqert them unë në këtë, pra PD-ja ka kandiduar Gjin Gjonin dhe Arjan Ndojin. Dhe nuk i ka fare kompleks. Pra Berisha shkon ja u jep dorën, i përshëndet, thotë ju jeni heronj. Pra du ta them që pavarësisht që i e kanë ikur nga sistemi i drejtësisë i ka përjashtuar për 15 vite. Por nuk e ka kompleks Berisha ose opozita çoj t'ja jap dorën dhe t'i takoj. Ndërkohë që nga ana Partisë Socialiste ka kandidat i cili dhe kanë fjalën për kandidatin e Elbasanit, i cili ka qenë deri në dhjetor kryetari i komisionit të vettingut. Pra që ka shkrit gjysmën e prokurorëve dhe gjykatësve të këtij vendi. Procesi më i diskutuar në Shqipëri. Por ky edhe po të ishte ylli i shndritur i Shqipërisë. Ti është për hir të sulmit ndaj drejtësisë nuk duhet ta bënte këtë. Pak të rrinte ca vite. Drejtëmori unë mendoj që ka bërë as teksta për të jetuar edhe ca vite. Lek të ndershëm, flas nuk e di çka ka bërë, pra nga rroga e vet. Dhe Rama nuk shkon mja dhënë dorën Olci Komiqit, sepse e ka kompleks këtë gjë, padyshim që duhet ta ketë, sepse unë pres që ai që ka shërbyer në sistemin e drejtësisë, ti shërbej drejtësisë e këtij vendi. Po jo një muaj pas përfundimit mandatit të gjej shtret tek partia në pushtet. Se edhe unë që unë e dua drejtësinë, unë i besoj Spakut, ndoshta deri pa kushte. Por mos hyet besimi kur shoh këto veprime. E drejtë, megjithatë unë kam prirjen të gjykoj Partinë Demokratike për faktin se është ajo parti që do ju sjelli të gjithëve, do na sjellin të gjithëve një ofertë tjetër, ndryshe nga modeli Rama. Gjithmonë në rast se do që të fitoj dhe do të ketë sukses në këtë betejë, por në momentin që unë shoh të njëjtat figura që kanë 20 vjet aty. Në momentin ndoshta nuk do të fitoj. Shiko, rotacioni është fantastik për demokracinë. Jo, ndoshta PD-ja vetë s'do të fitoj, zoti Berisha nuk do të fitoj. Atëherë dale se më the një gjë shumë interesante. Po pra, sepse a do të fitoj? Unë mendoj, me thënë drejtën duhet pyet, a do të fitoj? Tani unë duke parë të gjithë rrugtimin e Partisë Demokratike. Apo do të ruaj status quo-n edhe atë PD që gjeti në atë moment si e mori. Pra, si e mori. E tia ishte, po si e rifitoi. Duke parë rrugtimin e zotit Berisha 4 vitet e fundit. Të gjitha veprimet që ka ndërmarrë, të gjitha hapat që ka hedhur, të gjitha vendimet që ka marrë. Edhe te lista e kandidatëve për deputet. Pra, mua dhe atëherë dyshoja dhe atëherë më përforcua dyshimi. Por ky zotëri më duket sikur nuk do të jetë kryeministër. Sepse niveli i listave ishte nivel, domethënë, nivel i dobët i listave të Partisë Demokratike po flas. Ishin listat 2013-s. Ishin lista prej besnikësh të zotit Berisha. Por ne kam thonë që ditën e parë që kur dolën listat, Berisha ka bërë listat e 12 majit. Pse? Se duhet kuptuar dhe kjo. Pra statuti që ka bërë vetë Berisha në 2021 i Partisë Demokratike thotë se në rast humbje zgjedhjesh, kryetari largohet pa të drejtë rikandidimi nga partia. Por me 12 maj e zëm shembull që Berisha do humb zgjedhjet. Mund të shkojnë në mbledhje të kryesisë dhe mbledhjet grupit parlamentar thotë unë jap dorëheqje, po do t'i ketë këto shërbëtorët e tij që do i thonë ti dorëheqje kur mbot. Vdesim ne dhe nuk të lëm ty me ik. Dhe ky do thotë ndoni ju mua, po, rri unë, ndon partia. Po e banalizoj dhe po e them pak kështu si me humor, por unë kështu e parashikoj. Pra listat që ka bërë zoti Berisha të vendeve të sigurta janë me besnik të tij fatkeqësisht. Po mund ta mbante partinë me ta besnik. Dhe minimalisht ishin treguar pak larg pamës duke nxjerrë një figurë të re që qoftë të besuar edhe
të atyre njerëzve që ka afër dhe që i ka arritur vetë në një farë mënyre. Ama duhet kuptuar dhe statusin ligjor që zoti Berisha ka pikë së pari dhe marrëdhënien që ka me dy nga shtetet më të fuqishme në glob. Pra me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Britaninë e Madhe. Zoti Berisha ka një marrëdhënie komplekse, s'ka marrëdhënie fare. Patjetër. Pra, aktualisht që ne flasim, nuk e di se çfarë bëhet zyrtarisht. Off the record. Por zyrtarisht zoti Berisha është një person i shpatur non grata nga qeveria e Shtetit të Bashkuara të Amerikës për korrupsion madhor dhe minim të demokracisë. E njëjta situatë me qeverinë e Britanisë së Madhe. Dhe për hir të së vërtetës, deri në këto momente që ne flasim, për te propagandës, nuk ka sinjalin më të vogël që qeveria në SBA kanë plan që ta ndryshojë këtë gjë, pra nuk ka sinjal. Ka folur zoti Trump, ka folur për shtete që edhe nuk ekzistojnë. Ka dhënë ndonjë sinjal që do ta ndryshojë. Për Shqipërinë nuk ka dhënë as edhe një sinjal të qartë. Të flasim për te tani. Edhe strategu i PD-s është siguruar gjithmonë të theksojë që nuk përfaqëson qeverinë. E ka thonë shumë qartë. Qeverinë amerikane, kështu që gjithë ne dimë që ai nuk përfaqëson. Pra, një person militant i padyshim që mund të mendojë që na erdhi kryestrategu i Trumpit, ai është një individ që ka një kompani PR-i, një herë punson Trumpi, një herë Berisha, rrezik nesër me ftu dhe Putini, nuk du ta bëj agresive, por ai interesin e vetë ka ekonomik. Ai jep mendjen e tij, shkrin talentin e tij, por tek e fundit merr një pagë në fund, me 12 maj Krista Sivitaj hip avionit për Frankfurt dhe më pas për Washington. Nuk e di më të di këtë itinerar mbasi i nga Vjena mbase. Po kur ti e vlerëson shkallën e angazhimit në terren si gazetar të kësaj fushate në raport me fushatat e tjera, është transferuar më shumë drejt virtuales kjo fushat apo është aty? Unë kam dalë në terren vetëm një herë deri tani për të ndjekur fushatën. Këtë fushat po flas. Këtë fushat. Fatkeqësisht. Po pse vetëm një herë kam radhën për shkuar. Detyrat janë shpërndar apo nuk ka pasur evenimente që ti të shkoje? Jo, nuk ka më, pra e parë nuk ka interes më. Pra redaksit nuk kanë më interes për të ndjekur një fushat nga afër, për shkak se kanë bërë shumë banale. Për shkak se ato vinë të gatshme tani më nga partitë politike, pra pothuajse të gjitha partitë kanë burimet e mjaftueshme, pra kanë kamera, kanë operator, kanë edhe gazetar, madje që të presin dhe sinkronet, në kuptimin, pra i ke gati, të gjitha ta sjellin tekstin dhe ti vetëm do ta montosh dhe ta kalosh në nivel gazetaresk. Arsyeja e dytë është për shkak se redaksit në Shqipëri fatkeqësisht janë zvogëluar ndjeshëm edhe për shkak të ndoshta për shkak të presionit ekonomik dhe ekonomisë së dobët me cilin funksionojnë. Pra nuk kanë më burime të mjaftueshme që një gazetar ta çojnë jashtë Tirane, për shkak se është një ditë e humbur kur do kthehet për ta bërë pritse është ora 3, duhet ka edicioni qendror, nuk e kohë me shku dhe me ardh, pra janë një sër faktorësh që kanë transformuar mënyrën e të bërit lajm. Gazetari nuk e prek më terrenin fatkeqësisht. Media sociale kanë sjellë të vetën sepse një pjesë e raportimeve njerëzit i bëjnë edhe nëpërmjet videove, fotove në profilet e tyre, shumicën. Shumicën e tyre i bëjnë nëpër rrjetet sociale, për një takim hedhin një fotogaleri, një reels të ashtu quajtur, pra videot e shkuar. Megjithatë ka gazetar, unë ju ndjek ka gazetar që janë në terren. Edhe që punojnë. Patjetër janë gjitha këto problemet, se brenda këtij tregu jemi, po ka gazetarë që duan tani për të kaluar pak në një nivel personal bisedën, sepse folëm deri tani për punë të mëdha të politikës, nëse mund t'i quajmë punë të mëdha. Ne bashkë jemi takuar, jemi njohur tek Aleksandër Mujsiu te universiteti, nëse të kujtohet. Po. Edhe unë do të pyes në mënyrë shumë të drejtë për drejtë, sa vite besoj kanë kaluar 10 vjet ose më shumë? Rreth 10 vite ashtu. Rreth një dekadë pra. A je bërë në një fraksion sekonde pishman për punën që ke zgjedhur, profesionin që ke zgjedhur? Unë të mbaj mend me shumë energji dhe po ashtu të shoh dhe sot. Po unë jam një person që shikon nga jashtë. A jam bërë pishman? Padyshim që po. Bëhem pishman ndonjëherë, sidomos kur e qenë bërë shumë personale, kur ule me mamin tim në darkët në divan edhe thot kur do ta blejmë një shtëpi. Pra, unë jam bërë 30 vjeç para ca javësh
dhe kultura shqiptare, sidomos e prindrit tanë, dekadën e re. Faleminderit. Pra prindrit tanë kanë këtë kulturën dhe ne si popull mendoj e kemi. Pra duhet ta kemi një shtëpi tonën, ose të gjithë kemi nga një shtëpi, po duhet ta kemi tonën, pronën tonë. Pra është edhe kulturë, ndoshta është nga komunizmi, nga ajo që kemi hequr, dhe më pyet kur do ta blejmë një shtëpi. Nuk jap dot përgjigje se kur do ta blejmë një shtëpi, sepse për blejë një shtëpi duhen lek. Pra për ta thënë në mënyrë të del për ta thënë troq, për të mos i rënë nga kina. Ky profesion, mënyra se si e bëjmë ne, mënyra se si kemi zgjedhur ne të punojmë, nuk na jep shumë mundësi për të kursyer aq shumë lek sa për ta bler një shtëpi. Unë marr 2 rroga në shtëpi, pra unë dhe mami që punon në fasoneri, dhe më besoj që edhe ndoshta për disa vite nuk do të kemi mundësi për ta bler një shtëpi me kredi, flasë që nuk bëhet laf për të pasur lek të gjitha bashkë. Pra ky është ndoshta momenti kur unë them pse zgjodha këtë në aspektin personal. Ndërkohë në aspekt kur jam me veten time nuk jam asnjëherë pishman, unë e dua këtë punë. Unë e bëj me gjithë qenien time këtë punë sepse unë di të bëj dhe punë tjera, nuk jam nga ato që them dëgjon zi të bëj gjë tjetër. Përshtatesh. Unë di të bëj ndoshta të gjitha punët përveç punën e ndërtimit që nuk kam fuqi fizike, pra s'kam punuar ndonjëherë fizikisht. Por të gjitha punët e tjera mendoj që nëse i futem mund t'ja dal. Ndaj unë e bëj me shumë qef, e bëj me shumë pasion dhe mendoj që edhe për shumë vitet e tjera do t'jem në këtë treg, ndoshta deri në ndryshimin e kushteve ose mjedisit. Është mendoja i dimensioni i të qenurit person, individ profesionist që i përket hapësirës publike. Një nga debatet që bëj shpesh edhe diskutimet edhe me miq të mi është kjo që a do të përshtatesha unë në një ambient krejt tjetër, duke bërë një punë që s'ka lidhje me hapësirën publike, edhe aq siç po e bëjmë tani në Shqipëri. Dhe mendoj që kjo është ajo pika që më trem, si mund të jetosh pa qenë pjesë e kësaj hapësire publike nëpërmjet punës që ne bëjmë. Unë nuk mendoj që ka zgjidhje kjo. Ne jemi njerëz, ne jemi qenie të cilët jemi krijuar të tillë. Pra kjo nuk është që vjen një ditë dhe ti do shkruash, ose do bësh aktivist, ose do përfshihesh në jetën publike. Pra kjo është ne kemi ndërtuar, është proces. Pra ne jemi rritur me këtë, i kemi krijuar, ne nuk ndahemi dot. Pra ne edhe nëse ikim jashtë, një ditë vendosim të mbyllim sytë dhe të emigrojmë. Unë jam shumë i sigurt që ne do vazhdojmë të merremi me Shqipërinë, me hallet e qytetarëve shqiptar, pavarësisht që jetojmë në një vend tjetër, sepse ne jemi njerëz që edhe i kemi dhënë këtij vendi drejtëmori, sepse nuk mund të them që i vetëm kemi marrë. I kemi dhënë mendimet tona, i kemi dhënë idetë tona, kemi ngritur zërin aty kur kemi menduar që duhet ngritur zëri. Kemi bërë një protestë me 5 veta, kam dalë një herë në protestë. Të dalësh një protestë sot në Shqipëri është një akt jo i vogël, pavarësisht që mund të thuash akt revolucionar. Pra është jo vetëm revolucionar, por do të thotë që edhe me dalë në protestë ti do kesh probleme, më besoj isën, sepse llogaritë numërohen kush ishte në filan protestë dhe çfarë donte aty. Ndaj unë them që ne edhe ja kemi prishur komoditetin vetes ndonjëherë për atë që unë mendoj që është në shërbim të publikut, të ST-rës. Të sëmirës publike, të interesit të publike, sepse në vetvete unë mendoj, kanë menduar mendimtar shumë të mëdhenj se sa unë, që gazetaria është e mirë publike, nuk është gazetaria thjesht një profesion që në fund të ditës të sjellë një rrogë. Ke një përgjegjësi shumë të madhe dhe më lejo që ta ndërlidh me vendimin e gjykatës kushtetuese për rastin Qyno të para disa javëve. Pra kur tha që e njohi gazetaria nuk është e mirë publike dhe nuk mund të kufizohet nga kushdo. Pra jo çdo kush mund na trajtoj gishtin neve dhe të na thonë që ju jeni të mirë ose të këqij. Por ka standarde se si duhet të sillesh me ne, si shteti duhet na qaset neve. Ne mund t'i kërkojmë llogari shtetit, sepse ne jemi ndërmjetësit mes shtetit, qeverisë dhe qytetarëve. Që je një njeri publik e tregonte fakti që i bën me shumë zgjuarsi dredhi detajeve nga jeta jote personale, edhe kalojmë direkt te çështjet publike, se s'mund të bëjmë dot ndryshe. S'kam jetë personale. S'ka sot një gazetar jetë personale, për ditëshmëri patjetër që ka. Në kuptimin e ju jeni më të rinj, i përkisni një brezi më të ri se sa brezi im, por natyrisht unë mendoj që ne si gazetarë dhe duhet ta ushqejmë veten.
me lexime, me udhëtime, me reflektime, po qoftë edhe ta bësh skip një ditë krejtësisht profesionin, a të ndodh kjo? A e rikuperon dot veten dhe cila është forma jote e rikuperimit e rifitimit të energjive, sepse është edhe një profesion dhe një mision është shumë konsumues, duhet të thënë. Unë para një javë isha në Itali 3 ditë. Isha me një konferencë, por kishte kohë të mjaftueshme për të reflektuar. Isha në një punë. Isha në një punë. Dhe shpesh kur dal nga Shqipëria them që ne duhet t'ja vendosim vetes ca limite. Pra ne duhet të vendosim ca vija të kuqe. E para sepse jemi të rinj dhe duhet ta mirë menaxhojmë kohën. Nuk mund ta lëmë gjithë shpirtin tonë në punë. Neve na vinë për grupe një rreth 500 mesazhe në ditë që duhet t'i lexosh, edhe nëse nuk ju kthem përgjigje për të kapur rrjetin e informacionit. Kjo gjë është informacion që qarkullon në mendjen tënde. Dhe unë shpesh e them edhe me shok, por edhe në rrjetet sociale, e them pak me humor, por jam serioz, kuptimin, por duhet ditur si me shkruar, që ne jemi të ngarkuar psikologjikisht, pra shëndeti mendor i gazetarëve, imi në pikë së pari dhe i miqve të mi, është në një nivel shqetësues. Është i rrezikuar? Unë mendoj që po. Pra, është i rrezikuar për shkak se nuk ka trajtimet e duhura, pra ne nuk merremi me shëndetin ton mendor. Shëndeti mendor i gazetarëve, pra ka dhe sëmundje specifike që janë vetëm që i kapin dhe i prekin vetëm gazetarët, që ne nuk i njohim, që ne nuk shkojmë për t'u kuruar, edhe për shkak të mungesës së burimeve financiare, por edhe për shkak të rregullit që ne kemi krijuar me punëdhënësin ton dhe me veten ton tek e fundit. Pra, unë mendoj që duhet bëjmë më shumë për veten ton, qoftë tek shëndeti mendor, qoftë tek koha që ne shpenzojmë me veten, me natyrën, me prindrit tan, me librin, me filmin, me kineman, me diskon tek e fundit. Pra, po diskutoni para se më hy këtu. Unë kam muaj, jam 30 vjeç. Mos i trego gjitha çfarë po diskutonin para se. Jam 30 vjeç dhe nuk kam harruar kur kam qenë për herë të fundit në një ambient relaksi pas darke. Pra që të shpenzojmë gjithë energjitë tona, por kjo nuk është gjë e mirë tek e fundit sepse shiko, tek e fundit gazetaria është një stil jetese. Unë mendoj që është stili vështirë, por është stil jetese. Pra ti jeton, merr frym, jeton ore sekond dhe edhe kur themi të bëjmë këtë ditën off, mos ti jemi, ne jemi aty, edhe na duket sikur na mungon. Jo, e di pse unë i bëj këto kritika, i bëj sepse unë shkoj në Kosovë shumë shpesh, do me thonë maksimum një herë në muaj duhet të shkoj. Nga realiteti atje, nuk e njoh mirë me thënë të drejtën. Ndaj unë i bëj të gjitha këto, sepse flas me kolegun tim në Kosovë, nuk e perceptojnë dot që ne nuk kemi 2 ditë pushim në javë. Se perceptojnë dot. Të mi shiko. Po jo, nuk mund të themi shiko. Mos e vendosh se 2 ditë janë shumë. Në realitetin shqiptar po thoshe pak më parë që redaksit po rrudhen. Po pse duhet ta normalizojmë këto? Tek e fundit nuk jam unë përgjegjës pse po rrudhen redaksit. E drejt. Pra unë jam një i punësuar tek e fundit dhe dua 2 ditë javë pushim. Si kolegu im në Kosovë. E kanë apo disa nga mediat? E kanë të gjithë mediat, e kanë 2 ditë sepse është kulturë, pra atje nuk e perceptojnë dot. Mos kesh 2 ditë në javë pushim, është e paperceptueshme. Çfarë do bësh një ditë? Dhe pastaj kjo të sjell që ti punon më mirë. Ti padyshim ti ke ushqyer veten tënde me lexime, dije, udhëtime, eksperiencë, po lartë, por edhe performon më mirë në punë. Të mos flasim që disa televizione në Kosovë për shembull kanë dhe drekën e përfshirë në punë. Nuk do ishte keq. Nuk do ishte keq, absolutisht nuk do ishte keq. Pra, kushtet e punës për hir të së vërtetës në tërësinë e saj dhe në detaj në Kosovë janë shumë më mirë se sa te ne. Për mos folur që është një ambient më friendly për gazetarë dhe të rritë më shumë karrierë edhe për shkak të ngjarjeve ndërkombëtare që ndodhin në Kosovë. Që janë të lidhura edhe me Kosovën dhe me. Po, është çështje tjetër kjo. Ndërkohë ne punojmë në kushte të vështira të punës. Punojmë në shkelje të kodit të punës, por edhe në kushte të vështira ekonomike. Që është një... Çfarë mendojnë gazetarët e Kosovës për gazetarët e Shqipërisë? Çfarë thon zakonisht në ato biseda që ti bën me miq atje? Ato mendojnë që ne jemi heronj të punës dhe jemi shumë të guximshëm, sepse realisht e them këtë, nuk e them, por e thonë vërtet që pra ato mendojnë që ne jemi më të guximshëm se sa ata. Sepse ata e shohin të gjithë agresivitetin e klasës politike dhe pushtetit e përqendruar në pagduar dhe e din që pra ka rrezik nga një pushtet i cili është i përqendruar
ndërkohë që në Kosovë pushteti ka qenë gjithmonë në kufit e rrëzimit të tij. Pra përveç Kurtit që e ka bërë pak më agresive situatën, por të gjitha qeveritë e tjera kanë qenë pak më prish Terezia Arzohi, qeveria ndaj nuk kanë pasur kur këtë presionin e madh përveç viteve të fundit. Ndaj ata na vlerësojnë neve shumë. Nuk ka bërë në fakt përshtypje dhe realitetin Maqedoninë e Veriut dhe sidomos të lidhur me politikanët që përfaqësojnë parti shqiptare dhe elektoratin shqiptar atje, se sa të kujdesshëm janë raport me gazetarët. Është mënyra, unë kam qenë prezente aty në zgjedhjet e para disa viteve dhe mënyra se sa respektues janë, se sa të kujdesshëm janë për konferencat shtypit në raport me sjelljen me gazetarët. Po kështu kam përshtypjen duhet të jetë dhe Kosova. Absolutisht. Edhe më vjen të qesh në fakt se kujtoj statusin e Flavio Qarit në mos gaboj, lidhur me një ndryshim që ishte kërkuar në Kosovë dhe sigurisht në nota humori ai shkruante që si t'ia shpjegoj kolegu tim në Kosovë që ne kemi hallin se Rama po kërkon, ju thot fëmijëve shikoni fotot nudo, pra çfarë halli kemi ne? Dhe çfarë halli kanë ata? Dhe çfarë halli? Shiko, duket dhe standardi, fakti që ti ke kolegët tanë shqiptarë në Kosovë që dorëzojnë, vendosin poshtë mikrofonat dhe asnjë gjë e keqe nuk ju ndodh. Tregon në një farë mënyre standard. Kjo analizë është për mua është shumë e komplikuar. Analiza e Shqipërisë me të gjitha vendet e rajonit. Po çka kemi ne kaq të komplikuar dhe të ndërlikuar? Do mundohem unë ta përmbledh siç unë e mendoj, gjithmonë nuk jam po siç unë e shoh. Pra, fillimisht ka pasur një agresivitet të qeverisë, pra të zotit Rama ndaj mediave. Për disa vite, pra e artikuloi Kazani, mbaj mend. Zoti Rama erdhi një moment dhe e la këtë. Tani ka lënë fare se është para BE-s, është bërë domi. Pra qytetarët e thjesht e kanë ngulitur në kokën e tyre që ne jemi Kazan. Pra Rama e arriti qëllimin e vet. Së dyti, janë bërë një treg i çrregullt mediatik në Shqipëri. Pra ne kemi 800 portale. Nuk jam dakord me këtë. Mund të themi 800 domene, sepse dhe me këtë po kemi shumë media online. Kemi disa media, po jo të gjitha domenet janë media online, Po patjetër. Kemi shumë media online. Kemi media që abuzojnë. Pra, me lajmin, abuzojnë me njerëzit e thjeshtë, abuzojnë me zyrtarët. Se unë jam për të kritikuar, po nuk jam pra dhe kritika duhet të jetë kritik me vend, me fakte dhe prova. Nuk jam hajde t'i bijem qeverisë sepse duaj rënë, jo. Ka gjëra që qeveria i ka bërë mirë. Po themi promovimi i turizmit në botë. Absolutisht. Është një gjë që qeveria ka bërë. Dhe s'mund ta mohojmë të brendshme që ka bërë mirë. Pra ka dhe rrugë që kanë bërë. Flasim pak mirë për qeverinë se nxim fare. Dhe po këto marra të gjitha këto së bashku e bëjnë një mjedis kaq të vështirë për gazetarët këtu. Po ta them edhe të fundit për gazetarët. Unë kam pasur një debat shumë të madh vitet e kaluara me organizata të huaja dhe kolegët ndërkombëtar. Pse më thoshin ato mua, ju shkruani në Facebook. Kaq shumë. Nuk është normale. Për shembull, unë e marr veten. Për statuset e kishin fjalën për statuset personale në Facebook. Unë për shembull jam një person që shkruaj shumë, bëj 4-5 statuse në ditë. Dhe ato i kishin të pakonceptueshme orë zotëri. Pse? Pra ti je gazetar. Pse nuk shkruan një artikull, një hulumtim, një shkrim? Dhe unë nuk kam shpjeguar atyre dhe i kam bindur me vështirësi, sepse konteksti, koha ku ndodh dhe vendi ku ndodh ngjarja janë shumë e rëndësishme. Dhe unë ja kam shpjeguar që në Shqipëri gazetarët i përdorin mjetet sociale edhe si mjet për të shmangur censurën. Pra, sepse informacioni në Shqipëri kontrollohet masivisht. Informacioni është kontrolluar nga Erion Veliaj deri para një muaji. Informacioni është kontrolluar nga Edi Rama. Pra është i centralizuar. Është i centralizuar, është i kontrolluar dhe derisa dalin në ekran, ai ka kaluar të gjitha filtrat e këtyre. Ndaj unë si gazetar kam të vështirë. E ke një hapësirë lirie në të vërtetë. Është hapësirë lirie. Është hapësira e vetme ku unë jam Isa i vërtet. Nëse nuk dua të ofendoj atë vendin tim të punës që për herë të vërtetës nuk është treguar siç mund të ishte treguar ndonjë televizion tjetër me mua. Pra, aty jam Isa i vërtet dhe unë them aty çfarë unë mendoj. Në fakt të tjerës se kuptojnë dot. Nuk e kuptojnë dot sepse mediat e huaja kanë edhe kode shumë të forta etike të sjelljes në rrjetet sociale të gazetarëve. Por atje gazetarët janë të lirë.
Pra nuk ju kontrollohet informacioni tyre nga qeveria. Është e pakonceptueshme kjo të ndodh në një media të madhe ndërkombëtare. E drejt, megjithatë unë kam një mendim jo krejt kundër kësaj që po thua, po më shumë për ta përforcuar. Sado që ne si gazetar kemi profile personale me emër mbi emër në rrjetet sociale, ne jemi njerëz që përkasim hapësirës publike. Pra edhe nëse unë si Valmora shkruaj diçka në profilin tim, audienca nuk mund ta ndaj dot gazetaren nga Valmora. Unë nuk dua ta ndajnë, edhe mua s'dua të më ndajnë, pavarësisht unë e them te Facebooku im, nuk dua të më ndajnë, pra sepse unë jam në shërbim të... Pra dhe ai është kontribut që i shkon publikës. Ai është kontribut shumë i mirë që i shkon, pra sepse unë në profilin tim nuk shkruaj për jetën time personale që jam duke bërë me mamin dark. Pra shkruaj për probleme që më shqetësojnë, për probleme reale, që janë e mira publike të gjithë neve. E drejt më kujtohet këtu statusi i gazetares Ola Xama kundër Lëvizjes Bashk, për shembull. Ka qenë një debat shumë i madh. Jo, a duhet ta bënte se ishte vendimi i saj për të bërë çfarë statusi kushdo nga ne mund të bëj një qendrim, po diskutimi ishte që a e dëmtoi Lëvizjen Bashk ky status dhe ku qëndron gazetarja, ku qëndron një person që ka një profil dhe kjo ndarje. Mendoj që në rastin tim, mund ta kesh në një farë mënyrë zgjedhje për të bërë pjesë e hapësirës publike, ti e zgjedh momentin kur futesh, po pastaj është si puna e politikanëve që po ti jesh aty, natyrisht duhet të mendohesh shumë fish për efektin e fjalës që ti ke. Absolutisht. Apo mendon që edhe gazetarët kanë të drejtën e tyre për të shprehur ndoshta edhe në një mendim në nxitim e sipër, po themi, ose... Unë jam më shumë partizan që mendimet tona këtë personale nuk mundet të abuzojmë me to. Pra, e thashtë pak më parë që nuk duat më ndajnë mua Isën dhe gazetarin Isa. Unë jam një jetor. Pra, unë du të maj përgjegjësi dhe për atë që shkruaj në Facebook-un. Pra, nuk mundet që ne themi dëgjoj kjo është hapësira vetëm e imja. Megjithatë, Is kam vënë që shumë gazetare bëjnë këtë gjë. Gazetarë që janë brenda industrisë, të cilët edhe i kam ndjekur, po nuk po përmend emra tani, sepse s'është edhe fort etike që ne të marrim në përgojë gazetar kolegët tanë, që shkruajnë statuse, mirë po nuk i gjen si kronika në mediat e tyre. Edhe mua këtu, unë e kuptoj shumë mirë, këta gazetarë që punojnë në industri dhe bëjnë statuset guximshme, janë të guximshëm, janë kurajos, derisa i bëjnë të statuse, por trishtohem shumë sepse kuptoj nivelin e censurës. Sepse nuk shoqërohen... që unë thash, pra që ne përdorim Facebook-un edhe si hapësirë për të kundërshtuar censurën që na bëhet nëpër mediat ku ne të gjithë punojmë. Ndaj ne përdorim Facebook-un shumë dhe nuk e përdorur shumë pa dyshim që ne ndonjëherë dhe te kalojmë edhe etikën e gazetarit, pa dyshim. Pra me statuset tona, me reagimet tona, me atë çfarë ne kemi ndërmend që ja japim atyre ndjekësve që kemi, 10 ndjekësve që kemi ose 1000 ndjekësve që na ndjekin në rrjetet sociale. Ndaj marrëdhënia me rrjetet sociale një gazetari për mua në Shqipëri është një marrëdhënie shumë e brisht që duhet të jemi shumë të kujdesshëm, por edhe nuk mund të mos rrim pa shkruar në rrjetet sociale. Keni themeluar asociacionin e gazetarëve të Shqipërisë, e thash saktë se mos bëj ndonjë gabim. Çfarë mund na thuash? Çfarë problematikash, detajesh keni evidentuar ose po merreni gjatë kësaj kohe? Ne gjatë kësaj kohe, për hir të së vërtetës, jemi duke takuar gazetarë. Modeli që ne kemi zgjedhur pra Asociacioni i Gazetarëve të Shqipërisë ka qenë shumë e vështirë edhe që tek emri vëre që është diçka asociacioni. Eksakt. E di pse kemi bërë ne këtë, meqenëse se na fute. Pra, fatkeqësisht, të krijosh një shoqatë në Shqipëri ose një organizatë shoqërisë civile, fatkeqësisht ti paragjykohesh. Pse? E ke vërejtur këtë ndonjëherë? Pra që thot ai është drejtues shoqate, ai vjedh. Ka marrë fund kjo punë. Lidhja, do me thënë, po ka OJF, shoqatë. Po e bëra unë shoqata gazetarëve shqiptar, ai ka vjedh lek, ka vjedh fonde.
Dhe ne kemi dashur të jemi shumë të kujdesshëm te kjo pjesë. Ndaj, pra për të qenë 100% i vërtet, ne jemi bërë 1 vit e gjysmë që kur jemi krijuar dhe ne kemi 0 lek në llogarinë bankare të organizatës, kemi 0 lek të qarkulluara. Po si funksiononi? Pra, sepse ne nuk mund të marrim 0 lek pa bërë punë. Pikë së pari dhe pa takuar minimalisht gazetarët që janë aktiv në Republikën e Shqipërisë. Sepse unë nuk mund të them që unë përfaqësoj gazetarët Shqipërisë, ku deri tani kam 20% të gazetarëve që kemi bërë një përllogaritje bashkë me një organizatë tjetër, pra që mund të jenë 1000 gazetarë profesionistë në Shqipëri të identifikuar. Pra ne deri tani kemi rreth 200 anëtarë në organizatë, por jemi vetëm 20%. Ne duam që të shkojmë paktën 50% që të themi përfaqësojmë të gjithë gazetarët e Shqipërisë. Ndaj ne jemi duke u marrë pikë së pari me kontakte, duke i kontaktuar gazetarët, duke u thënë që ne jemi krijuar, ne ekzistojmë me kontakte që ne kemi me organizata ndërkombëtare, do të jemi aty ku ju të keni nevojë. Disa herë dhe denoncime ose si thuash solidarizime me raste të kolegëve. Po cilat janë ato problematikat kryesore që vijnë nga çfarë kërkesë kanë gazetarët? Problematikat kryesore që vijnë nga gazetarët janë pikë së pari kushtet e punës, presioni në të cilën gjenden gazetarët fatkeqësisht nga brenda redaksisë dhe pastaj fillojnë jashtë redaksive, pra me politikanë, me grupet kriminale, sepse në Tiranë edhe Shqipëria ka dinamikat e veta. Pra ti thua dikujt që grupet kriminale kërcënojnë gazetarët, deri diku duket edhe pak, mos po e egzagjeroni pak këtë muhabetin, por realisht në Tiranë ndoshta nuk ndihet kjo, dhe për shkak se në Tiranë ka gazetarë që janë du ta them, but me emër shumë të madh, pra është vështirë me e kërcënuar dikon, dhe është territor shumë i madh. Po në përrethë ka gazetarë që mund ta kenë shtëpinë ngjitur me një kriminal të kërkuar, dhe situata bëhet shumë e rrezikshme në rrethet, siç është Elbasani, siç është Durrësi, pra që në Elbasan ka lagje ku ende ti nuk mund të futesh si gazetar lirshëm, pavarësisht që bëjmë sikur jemi duke jetuar në një vend normal. Ndaj këto janë problemet kryesore, pra kushtet e punës dhe presioni që i vjen nga brenda redaksisë dhe më pas nga jashtë, politika dhe krimi organizuar. Kushtet e punës, po unë do të pyes, çfarë mund të bëjmë më mirë ne si gazetar në këtë Shqipërinë tonë, se më duket se ka gjithmonë vend për të bërë ca gjëra më mirë. Unë mendoj si mendon ti se e the, kemi probleme. Unë jam me tezën që media performon më mirë dhe ka performuar më mirë se sektorët e tjerë, kur e krahason, se fushat e tjera, se pushtetet e tjera. Cili pushtet ka performuar? Qeveria, qeverisja, ekzekutivi, jo. Parlamentin e komentuam pak dhe tham se si është degraduar, qoftë edhe me aspektet të firmosur aty në ligje dhe në rregullore të kuotave, po themi. Do të thënë s'ka sens që ne themi kemi përfaqësi grash në parlament, po nuk kemi meritokraci dhe gra që vërtet e ka merituar për të qenë aty, pavarësisht se ka qenë faza mbase tranzitore dhe duheshin ato kuotat për të kaluar këtë tranzicionin, po që jemi aty akoma. Gjyqësori, kush ka performuar më mirë? Jo kush, se kushi përdoret parfymorët, po cili pushtet ka performuar më mirë dhe ka bërë ca gjëra për këtë shoqërinë tonë? Edhe unë mendoj që ne kemi performuar mirë. Unë mendoj që ne punojmë mirë çdo ditë. Ajo çfarë, për të përgjigjur pyetjes tonë drejt për drejt, çfarë mund të bëjmë ne më shumë? Unë padyshim që përgjegjësinë më të madhe vendos tek personat që janë dhe të angazhuar. Pra, siç jam unë, siç jeni ju, siç janë miqtan, pra që nuk qëndrojnë thjesht në kuadrin e një kronike televizive dhe ikin në shtëpi pas dite dhe jetojnë jetën e tyre të qetë. Kam shumë respekt për të gjithë ata. Por ne kemi marrë dhe i barë tjetër përsipër, pra që të jemi të angazhuar, pra që të kemi dhe reagime. Dhe bara më e madhe bie mbi ne, pa mbi ne të gjithë bashkë. Pra që duhet, unë mendoj që një demokraci është e shëndetshme dhe një shoqëri është e shëndetshme kur ne nuk e ndalojmë kritikën. Ne duhet vazhdojmë duke kritikuar. Pavarësisht që ndoshta jemi bërë pak edhe të mërzitshëm me kritika të përditshme, por unë mendoj që na bën mirë. I bën mirë shoqërisë dhe i bën mirë vendit. Që ne të vazhdojmë dhe ta ulërasim atë që mendon që nuk shkon në këtë vend, tek të gjitha këto sistemet e tjera. Po duke bërë këtë kemi rrezikun e madh që ne kemi shkëputur lidhjet me njerëzit.
sepse duke u marrë me këtë, edhe këto diskutime që bëmë me këtë politikën e madhe të thuash, ose me këta aktorët kryesorë të politikës, jemi larguar nga njerëzit. Fatkeqësisht. Ku janë njerëzit në median shqiptare? Ku janë? Fatkeqësisht ne kemi shkputur lidhjen me njerëzit, pra mjafton të shikosh, nuk mjafton shumë analizë, mjafton të shikosh një edicion lajme, është një nga televizionet në Shqipëri dhe ti e shef që edicioni hapet me fushatën elektorale, me 3 kronika politike, vazhdon me një 4-5 kronika, do me thonë që hyri në SPAK, doli nga SPAK-u, u vra, u dyshua, u dënua dhe përfundon me lajme ndërkombëtare dhe me lajme sporti. Ne kemi humbur lidhje, mendoj, me qytetarin, fatkeqësisht, për një arsye që ne kemi përmendur të gjitha, pra që tek politika, pra që pushteti që e kontrollon media. Pra pushteti nuk do që dali qytetari në televizion, asnjë pushtet, jam i sigurt për këtë. Sot Rama, nesër mund viti dikush tjetër, se kemi bërë edhe Ramen Gogol. S'ka kushdo që është aty në karrigen e pushtetit. Pushteti të tjetërson. Pra nuk do që dali qytetari aty, por edhe ne kemi jo vetëm pushteti, edhe ne duhet ta kthejmë ndonjëherë dorën nga vetja, sepse siç thash, ne shkruajmë në Facebook, mund të shkruajmë edhe për qytetarin në rrjetet tona sociale. Ka gazetarë që e bëjnë. E bëjnë shumë mirë, është një gazetar i Korçit që unë kam shumë respekt për të, Gjencil Shkëmbi, pra që e bën shumë mirë këtë që unë nuk e bëj dot. Pra është edhe pak me natyrë që lidhja me njerëzit dhe ato çfarë shkruan. Jo, nuk e kam vetëm te fakti që ti je afër me njerëzit. Se mund të ndodhë që në një shkrim, në një kronik, ti mbase s'ke zëre real nga njerëzit, por aman merresh me çështjen e tyre. Merresh me atë përditshmërinë. Po nuk shet ajo çfarë, këtë unë e di çfarë dëshiron që të thuash. Nuk shet. Nuk shet, po mirë, a jemi këtu ti ndryshojmë gjërat. Fatkeqësisht në këtë pikë që jemi vështirë ta themi. A jemi këtu të heqim dorë nga mitizimi i famës. Jo, sepse i njerëzve të famshëm që fatkeqësisht kanë uzurpuar ekranet dhe se po më shtyn drejt asaj çfarë nuk dua të them, po më shtyn drejt ta themi dhe asaj që ti mendon edhe po më shtyn drejt kritikës medias dhe televizionit që nuk dua ta bëj. Po flasim për punën tonë përbashkët dhe për punën time, jo vetëm për punën tënde. Jam shumë i qartë, por fatkeqësisht ekranet tona të mëdha, sepse sigurisht që çdo televizion, çdo portal ka impaktin e vet, por janë duke u marrë drejt mitizimit të disa njerëzve që janë askushi. Domethënë se ato i heqin nga ekrani, nuk janë askushi, nuk i njeh lagja vet, nuk kanë bërë kurrë kontribut për këtë shoqëri, sepse nuk mjafton të jesh i famshëm për dalë në televizor. Duhet t'japësh diçka, duhet i kesh dhënë diçka kësaj shoqërie. Pra është trishtuese që artistë me emër në Shqipëri, pra i shef që janë rroktar të rëndom të pushtetit. Dhe detyron të bëjnë veprime që janë të rëndomta për emrin që ka si artist. Dhe që këtu unë mendoj që fillon kalbëzimi i shoqërisë. Dhe nuk mund të presim ne asgjë më shumë se sa kur një artist që presupozohet që është ajka e shoqërisë, kur një i nderuar, një akademik bëhet palë me të keqen, e ulëret të keqen, kur gazetar të famshëm, gazetar të njohur me emër bën palë me të keqen, kur personalitetet që deri tani kanë qenë si feneri i vendit ton dalin në përgjime të tmerrshme të hetimeve të prokurorisë për vepra të rënda, jo për vepra të lehta, jo vetëm për që janë duke bërë PR-i një politikani, por të përfshirë thellë në kalbëzimin e madh të kësaj shoqërie. Dhe këtu mendoj që ky është problemi real, pra te krijimi i elitës akademike, elitës edhe morale të kësaj shoqërie. Kjo që po thua, nuk e di sa vite do për të bërë në Shqipëri, me thënë të drejtën, po ku e shoh unë që ne mund të kontribuojmë pak më mirë dhe mund të bëhemi më të mirë. Për shembull, ne jo më larg se dje kemi pasur një focus group për produktet tona. Për produktet tona mediatike kemi shkuar dhe kemi pyetur njerëzit çfarë mendojnë dhe çfarë na rezultoi. Na rezultoi që ajo pjesë e audiencës prezente në focus group kërkonte njeriu e thjesht brenda produkteve ka humbur, nuk është më ai njeriu që çohet në mëngjes ka këto probleme.
nuk është më ai modeli i suksesshëm që nuk lidhet fare me atë që media proklamon ore sekond. Ai i riu real i shoqërisë. Dhe ai i riu që çohet, shkon dhe punon dhe nuk e ka mendjen gjithë ditën të rinë kafe, apo ajo e reja që nuk e ka mendjen të bëj botox dhe të vishet me firmato e tjerë, por praktikisht të rinj që punojnë dhe japin shoqërisë dhe audienca këtë thoshte nuk është më në media. Nuk është më në media dhe unë jam e bindur që një pjesë e mediave e din këtë gjë, një pjesë e profesionistëve e din. Po është kjo çështja e klikimeve që thua, ka klikime, s'ka klikime. Por nëse ne nuk ndryshojmë tani, kur do e bëjmë? Kur shkojmë 60-70 vjeç? Ky është pastaj është problemi, ne e dim të gjithë që kemi humbur lidhje me njerëzit dhe ne e dim të gjithë që jemi ndonjëherë duke promovuar dhe të keqen. Jam i sigurt të gjithë e dim. Mjafton të hapësh titujt në YouTube të mediave të cilët i presin video të shkurtra. Pra titujt janë skandaloz. Realisht janë skandaloz, nuk kanë lidhje me atë çfarë ka thënë i ftuari ose sepse duhet shitur. Ky video duhet të kapi 1.000 shikime. Ky video duhet të kapi 1 milion shikime. Pra ne kemi shkrirë të gjithë talentin tonë, duke reklamuar të keqen. Drejt klikimeve dhe jo besueshmërisë edhe misione që realisht duhet kemi. Nuk ju intereson besueshmëria, më beso. Disave nuk ju intereson besueshmëria. Disave as nuk ju, se nuk dua të them në term, por nuk janë ndjen fare se çfarë mendojnë njerëzit për të. Mjafton që ajo video të shesi, të shihet, të shpërndahet. Kaq marr misioni i tij. Mos sjell para në fund të muajit, po masakroje. Le të ketë dhunë në atë kronik, duhet të ketë gjak, sepse duhet të shesi. Çfarë morali, çfarë histori suksesi thua ti? Nuk shet historia suksesit e atij djalit që mund të ketë ikur nga një fshat, ka hapi biznes shumë të mirë në Tiranë dhe merr të ardhura shumë të thjeshta. Jo, atij do i kërkojmë lek nëse do dalin në televizor, sepse është reklam. Po është reklam edhe ajo ferma në majt fshatit. Ai shketi me zi siguroi një gjys rroge dhe duhet lek për të shku për t'i marrë për t'i bërë reklam. Nuk është reklam ajo. Është histori suksesi. Edhe një fermë në një fshat të largët të Shqipërisë është histori suksesi. Ne shkojmë kërkojmë lek. Ne kërkojmë lek edhe kërkojmë edhe vezë në mediat. Pra që ka dalë termi famshëm me clearing. Pra do të rajta më i fermën, po, më jep 20 kokra vezë. Është e vërtetë, nuk është. Jo, kjo është realiteti, dakord. Mirë po, brenda shoqërisë shqiptare kemi ekspert medias apo sociolog që kanë tezën që është media që po ndikon shumë keq tek shoqëria. Unë nuk e mendoj këtë gjë, duke njohur dhe fushën dhe duke e studiuar, nuk mendoj që është media që influencon direkt te shkatrimi i audiencës, po themi, por më shumë shoh që media çedon pak në një kënd vështrim krejt të ri ose ndryshe, duke menduar që okay, me që gjithë duan famën, gjithë duan klikimet, po bëjmë dhe ne të njëjtën gjë. Po të shikosh edhe programet televizive, formatet, qoftë edhe podcastet, fillojnë dhe i ngjajnë njëri tjetrit. Pra me që okay, fama shet, po ftojmë të famshëm se ashtu garantohet suksesi dhe harrojmë të kuptojmë që prit në mesin e atyre njerëzve që na ndjekin, na lexojnë, na përcjellin dhe na besojnë, mund të ketë njerëz që duan gjëra ndryshe. Që duan gjëra reale, që duan gjëra që të prekshme. Cilat janë gjërat reale? Gjërat reale janë që ne të dy jemi gazetarë dhe sot e kemi nisur ditën shumë herët apo jo. Nuk mund të jemi në gjendje perfekte ne. Nuk mundet që ne të jemi në 7 televizione një herësh dhe të jemi shumë të suksesshëm, po ashtu edhe në dimensionet tona personale të jemi fantastik. Jeta reale ka sfida, nuk mundet që një gazetar të jetë i suksesshëm edhe të paraqitet, po ka edhe momente dobësie, ka edhe momente të mos paraqitjes së tij bukur në ekran. Sepse nëse marrim në konsideracion që ky gazetar punon dhe realisht punon, atëherë nuk ka mundësi që ky gazetar të bëjë dhe investigimin, dali dhe në 5 studio televizive. Këti, a je dakord me mua në gjithë të... Unë jam shumë dakord dhe do ta jap vetëm një shembull shumë shkurt për të treguar se pse domethënë nuk duhet humbur asnjëherë vëmendja ndaj njeriut të thjeshtë. Gjatë vitit, 2 vite më parë ishte kriza e emigrantëve shqiptarë që shkojnë me gomonë në Angli,
unë kam shoqëruar drejt veriut, duke qenë se jam nga veriu, kam shoqëruar me 10 gazetarë anglez, kryesisht revistës Times, të cilët nuk mjaftoshin me kronikat tona që thoshim sot u tua 1200 veta nga Shqipëria drejt. Ne këtu I kishim. Ato kanë ardhur nga Anglia, nga Londra. Gjenin një fshat të thellë të veriut. Dhe shkonin e takonin atë të riun që kanë ngel atje dhe ato të moshuarin që kanë ngel atje. Ne këtu ishim. Kjo është pak e trish realisht. Ne ishim këtu, kishim kuksin këtu, hasin këtu, tropojën kemi 2 orë larg, 3 orë larg. Dhe nuk kam parë fatkeqësisht në mediat shqiptare, asun se kam bërë, sepse unë isha I zonë me anglezët, pra nuk kam parë të ketë shkuar në këto fshatra dhe të ketë taku njerëz. Ore, pse u larguat ju nga fshati? Çfarë ju mungoi juve? A keni rrugë, a keni ujë? Dhe erdhën ata, kanë ardhur me 10 të tillë, më beso, kanë bërë reportazhe të tilla. Vishin dhe takoshin njerëzit. Pra, kjo është fiks ajo çfarë ne po diskutojmë. Ne fatkeqësisht e kemi humbur lidhjen me njerëz, sepse ne u morëm atëherë që politika I ka fajt aty, meshin politikan, pse po ikin shqiptarët, dhe e mbytëm gjën me këtë. Merrshim titujt e mediave angleze dhe I bëshim lajm. Domethënë, ka gjë më absurde sa ne ta marrim një reportazh të një media angleze dhe ta bëjmë kronik në televizionet tona për emigrantët shqiptar? Unë them është absurde kjo. Se ne këtu I kemi shumë e dhimbshme në thelb. Domethënë, pas kemi qenë aq të paaft sa nuk kemi shkuar vet dhe nuk di ta analizoj këtë në këndvështrimin shkencor të gjë, sepse është po e them pra është absurde, nuk është vetëm e dhimbshme, është absurde. Se si mund të lejoj një televizion, gazetarin e vet dhe mua, nuk duhet më lejoj mua drejtuesi im që ta marr një lajm në BBC që ka lidhje me fshat të Kuksit dhe unë mos e kem kap këtë lajm. Çfarë bëre ti zotëri? Po s'më kërkoj mua kush llogari dhe nuk me I thon më çorë rrezik shumica e gazetarëve nuk I çon kush në Kuks, sepse duhet na për shku në Kuk. Në Kukës do qëndrosh një ditë 2 ditë atje. Një shofer dhe një kameraman që televizionet tona nuk I kanë në dispozicion. Ndaj ne detyrohemi të marrim. Mendoj që është çështje edhe e rutinës që ne kemi mësuar. Domethënë dhe planifikimit. Nuk duam të dalim nga reatia jon. Mendoj sepse sot jemi në kushte të kur mjafton një celular. Ka nevojë për kameraman edhe për shofer. Beso për këtë. Ti me një celular mund të bësh perla. Mund të bësh perla, por mendoj që është çështje mentaliteti, çështje që ne jemi mësuar në këtë reatin që le të bëjmë gjërat e zakonshme, cilat janë gjërat e zakonshme, le të veshim fytyrë njerëzore produkteve tona, cila është fytyra njerëzore, Sali Berisha dhe Edi Rama. Dhe për të mos përmendur politikanë tjerë që edhe nuk janë aq të famshëm të thuash në moment, po. Kemi harruar kontratën tonë me publikun, cila është kontrata që kemi ne, pavarësisht se punon ti në median tënde, unë në median time, por ideja është që kemi një kontratë thelbësore që është kontrata me publikun. Dhe duhet ja kujtojmë vetes këtë gjë. Mendoj. Duhet ja kujtojmë që jemi këtu për t'i shërbyer publikut dhe për të menduar për publikun. Unë jam shumë dakord me ty, ne duhet ja kujtojmë çdo ditë vetes këtë, duhet ja them edhe një gazetar që po na dëgjon tani, unë do jem shumë e lumtur që nëse në mesin e audiencës që po na dëgjon tani dhe po na shikon, kemi qoftë edhe një gazetar të ri, ose edhe me përvojë që po na dëgjon, qoftë se ti kemi nxitur pak të menduarin ndryshe, unë mendoj që kjo është shumë e rëndësishme. Ne sigurisht nuk mund të bëjmë gjëra të jashtëzakonshme. Po secili në atë përditshmërinë tonë, e këtu nuk do të tingëlloj shumë si zyshë, se hyra në rolin tim, por ti e di nuk mund ta ndaj këtë pjesën. Ka pafund gjëra shumë të bukura që mund të bëjmë për njerëzit tanë. Qoftë duke ndryshuar qasjen. Audiencat janë shumë të lodhura nga fakti që ne kemi aty vetëm lajme negative. Vetëm krime. E ti kur më fal që po ndërpres, kur e kam shijuar më shumë profesionin e gazetarisë, sigurisht jam I sigurt që do të ketë gjëra shumë të bukura në të ardhmen. Kur unë merresha
fiks me njerëzit dhe bëja reportazhe. Unë mendoj që di të bëj reportazhe shumë mirë, pavarësisht që tani kote unë nuk kam edhe mundësi. Po nuk duhet ta lësh pra. Jam në televizion, nuk duhet ta lësh këtë gjë. Nuk e pranon deri diku sepse i do këto, i do Berishën lajn parë, do Ramën. Unë mendoj që ajo që mua më përmbush, më shumë se gjithçka tjetër nga gazetari është kur unë shkruaj. Pra kur shkruaj jo lajm televiziv, sepse unë se televizion duhet ja përshtatësh figurën kur ti e thua me fjalë. Ka tjetër kod komunikimi. Po. Pra reportazhi për mua është zhandri, ju jeni profesoresh në këtë, jeni sot më pyetën studentët. Sot më kanë pyetur studentët. A ke ndonjë gazetar që shkruan, që mund na i sugjerosh që shkruan reportazhe shumë të mira? Unë i sugjerova 2, të ndjerin Fatos Baxhaku dhe gazetarin Vladimir Karaj. Thash, po kemi. Dhe unë mendoj që reportazhi është zhandri, domethënë është ajo pika kulmore, nuk e di si e mendoni ju, që jeni dhe profesoresh. Unë mendoj që është pika kulmore e gazetarisë. Që ti mund ta ndërlidhësh. Unë mendoj ndryshe, por reportazhi është shumë i rëndësishëm. Mund ta ndërlidhësh letërsinë me gazetarin, unë e shijoj shumë. Ndaj ka qenë periudha që unë kam shijuar më shumë sepse aty duhet të flasësh me njerëz patjetër, sepse duhet ta përshkruash çfarë shikove, këtë takove. Unë e mendoj ndryshe se duhet ta sqaroj edhe këtë. Reportazhi është shumë i rëndësishëm patjetër, por raporti me njerëzit nuk është se do shfaqet vetëm në këtë nënlloj, se ti edhe te një temë lumtuese. Patjetër. Çështja është që ne duhet i mendojmë njerëzit, zgjohemi dhe flem dhe duhet mendojmë njerëzit, çfarë po bëjmë për këtë shoqëri, për këta njerëz. Ose ne të dy shkruajmë për politikën, po ndonjëherë unë jam shumë e bezdisur nga fakti që shkruan për politikën, por politika në fakt të merresh me tema politike nuk do të thotë të raportosh çfarë bën në fushat. Njëri apo tjetri. Apo jo. Nuk edhe kohë. Ky është një arsye. Ne nuk duhet i pranojmë justifikimet edhe të kemi. Duhet të veprojmë më mirë, mendoj. Jam shumë dakord. Dhe po të jap edhe shembull pse jam dakord me juve. Unë e mbuloj parlamentin, dhe parlamenti jon miraton besoj ndoshta ligje më shumë në Ballkanin Perëndimor nga parlamentet. Ligjet mos pyeti, kemi shumë të mira. Po miratojmë sasi shumë të madhe. Dhe për hir të së vërtetës, shumë rrallë unë në kronikat e mia shuaj edhe impaktin që kanë këto tek njerëzit. Pa ne themi u miratua filan ligj. Çfarë thot ligji? Për kë është bërë ligji? Cili do jetë ndikimi real tek njerëzit? Prandaj jam dakord me ty kur thua që edhe ne nuk e vendosim shpesh herë në qendër njeriu. Pa ato çfarë jemi aty, se ne nuk jemi për të thënë tha Berisha këtë. Që i tha Berisha atë e nxjerr në Facebook të vetin edhe e ngjoj njerëzit aty, se ka 1 milion pëlqime zoti Berisha në faqen e tij dhe 1.3 Rama ose 1.4. Që nuk e di. Pa jam shumë dakord me ty dhe mendoj që duhet flasim më shumë me njëri tjetrin, komuniteti i gazetarëve duhet flas më shumë me njëri tjetrin. Të shohë një lloj solidarizimi në fakt. Të takohet, nuk e kam të flas në para 10-15 vitesh nuk e kam ndjer këtë solidarizim. Nuk e di, është e vërtet, mendon që apo prap gazetarët janë secili për hesab vete dhe Jo, unë mendoj që ka solidarizim shumë të madh me gazetarë, jam shumë i lumtur për këtë. Pra ne gazetarët që mbrojmë PD-n për shembull, jemi një grup, të gjithë jemi miq shumë të mirë me njëri tjetrin. Dalim me njëri tjetrin edhe për te punës. Nuk e do të gjitha sektorët, po edhe po të pyesësh dikon që nuk e mbulon PD-n, do na ketë zili neve. Realisht sepse jemi grup. Nuk e di ky grupi që mbulon PS-n tani se çfarë mund të thotë për jetë PD-s. Grupi që mbulon PS-n, më besoj që nuk është kaq kompakt sa jemi ne, por ka një solidarizim shumë të madh mes komunitetit të gazetarëve sepse ndajnë hallet e përbashkëta, pa e din tani më se pra unë e di se çfarë ndodh me televizion tjetër, pra e di kur e merr rrogën me vonesë, kur e merr sa ditë javë ka pushim, çfarë hallesh ka, pra ndihmojmë njëri tjetrin, i kërkojmë lek borxh njëri tjetrit, dalim darkë me njëri tjetrin, shohim festa me njëri tjetrin, dhe ndaj sepse ne shumicën e kohës e kalojmë me njëri tjetrin praktikisht. Është gjithë ajo kohë. Është një jetë e kaluar po mund të kemi shok dhe arkitekt, po çfarë do flasësh që gazetar me një arkitekt? Mund të flasësh për hapësirën publike, po jo, po them edhe kështu në diskutime të përditshme. Ist, falenderoj shumë. Nuk e di nëse të ngelim merak ndonjë gjë, po unë mendoj që do flisja pafund, e shijova shumë realisht. Podcasti në Shqipëri për mua është një hapësirë ku duhen thënë sa të vërteta që
nuk i thua në ekran, se ekrani ka dhe pak rregulla. Faleminderit që e thua këtë. Faleminderit shumë. Ka dhe pak rregulla, se është ajo kompania që s'duhet përmend, po është një politikan që ne kemi mirë me të, në kuptimin, mos e thuaj këtë. Pra podcasti për mua është është si Facebooku që thash ne shkruajmë sepse ne nuk e themi dot në ekran, është edhe podcasti. Pra ne krijojmë podcaste, unë jam shumë i lumtur kur më ftojnë për podcaste sepse nuk i kam këto barrierat, Dëgjoj, mos e përmend Erion Vedia në shembull, mos e përmend Sali Berishën, mos e shaj atë. Hajde më burthuaj çfarë do dhe në gjatë zgjedhjeve, ku do jesh, ke bërë një planifikim në raportim? Unë kam dëshirë të jem në Durrës, sepse në Durrës unë jam rritur, në Durrës është qyteti më i bukur në botë për mua, pavarësisht që është shkatëruar nga ana e Dukes, jam i dashuruar pas atij qyteti, e njoh qytetin dhe aty kam 10 vitet e fundit që mbuloj zgjedhje dhe dua të jem shumë i dashur dhe për mua. Unë sigurisht mes Detit dhe Malit preferoj Malin, jam rritur në zonë malore, por Durrësi është shumë i dashur për mua sepse Universiteti Aleksandër Mujsiu ka qenë auditori i parë në përvojën time akademike dhe e kam shumë të lidhur dhe jam shumë e lumtur që kam pasur aty përvojën e parë. Që të falenderoj shumis. Dhe shumë mbarësi me vazhdimin e fushatës. Jam sot përballë te jo si gazetar, se du të kuptuar ke qenë profesoresh, kam qenë një student dhe sot është edhe pak tregoj me egoist, pak krenari që jam i ftuar nga qëllimi i profesorëve është që studentët të dalin më mirë se profesorët, se nëse ndodhe kundërta, kështu që të falenderoj shumë dhe jam shumë krenare dhe e them gjithmonë që sidomos studentë që e vazhdojnë rrugën e gazetarisë dhe e nxis këtë gjë. Është një profesion në fakt që nuk të mërzitet kur. Që në fakt nuk e ndjen asnjë ditë të jetës tënde që je duke punuar, sepse gjithmonë nëse ti e do këtë gjë, dita nuk i ngjan ditës, kështu që shumë mbarësi me fushat. Faleminderit dhe juve.